Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. S'ka dyshim se Zoti i Madhërisëm e ka privilegjuar njeriu duke e dhë në nivelin më të lartë të detyrës dhe përgjegjësisë që ka në jetën e kësaj bote. Për besimtarin në këtë dunja nuk ka dert, as detyrë tjetër më të rëndësishme se sa veprat e mira me të cilat e lumturon shpirtin këtë dunja dhe gëzon shpirtin nesër në botën e përjetshme. Veprat e mira të kësaj bote, vëllezër, janë shpresa e vetme me të cilën ka me rrugtu njeriu në botën e përjetshme, dhe gjurmë të reale që kanë me dëshmu se ky njeri ka jetu në këtë jetë kalimtare. Të ndershëm vëllezër besimtar, në vazhdim të temës së kaluar, në lidhje me atë se duhet të jemi të kujdesshëm se çfarë bëjmë këtë dunja, çfarë veprojmë këtë dunja, çka marrëmi me veti dhe çka lëm pas. Në kuadër të kësaj teme dëshiroj me i përcjell një 2-3 çështje nga Kurani famëlart dhe nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të ndershëm vëllezër, nëse analizojmë me vëmendje jetën e kësaj bote dhe shoqëritë në këtë jetë, njerëzit në përgjithësi, vim në përfundim se në këtë dunja jetojnë 2 kategori të njerëzve. Një kategori e njerëzve mendon se ajo është gjallë vetëm jetën e kësaj bote, dhe asgjë si duhet e ardhmja, e as nuk din për të kaluarën, dhe mendon se ai është vetëm këtë jetë, bën çmos në jetën e kësaj bote, duke mos u llogaritë se nuk është vetëm kjo jeta e cila njeriu ka me shiu dhe ka me dhënë përgjegjësi për të. Dhe grupi i dytë i njerëzve janë ata të cilët e dinë se në jetën e kësaj bote, kjo botë është kalimtare, dhe se nuk ka fillu jeta njeriu me këtë jetë dhe s'përfundon me vdekje. Ka fillu më herët dhe s'përfundon me vdekje. Dhe ky njeri bën përpjekje maksimale në këtë dunja me lënë veprat e mira, me lënë gjurmë pozitive në këtë jetë dhe me shku me shpresë të madhe të Zotit Madhërisëm dhe me prit dhe me u shpërbly për veprat e mira. Ku po mbështetemi ne që po themi se në këtë dunja janë 2 kategori të njerëzve? Një kategori që mendon se vetëm kjo botë, e para se me dalë për kësaj bote zhgënjehen, se e shohin se më të vërtetë ka një botë tjetër. Bile Zoti i Madhërisëm ka përmend në Kur'an një prej situatave më zhgënjyese për njerin është kur ta kupton se ka botë tjetër. Ai që se ka besu botën e ardhshme, nuk del prej kësaj bote pa e kuptuar se ka botë tjetër. Ama kur ta merr vesh, avon zhgënimin më të madh kanë me pas ata të cilët dalin prej kësaj bote dhe marrin lajmin se ka botë tjetër. Siç ka thënë Zoti në surën Qaf, ashtu siç është vëllezër jeta e njeriu në barkun e nanës, nuk e din fëmia se ka një jetë tjetër, deri të vjen momenti me dalë prej kësaj bote, pi barkit të nanës. Kur nuk e di se është një botë tjetër. Kur s'ka një uri për këtë jetë. E pasaj kur del, e kupton se ka një botë tjetër. Kështu është jeta e njeriu. Vjen në fund ato që se besojnë, edhe i bëhet e dishme se bota tjetër është hak, e vërtet. Por pse e ke shfrytzuar kartën rrugë gabun është problemi yt, dhe ti s'unë zhvan më atë fakt. Ku e mbështes në argumentin që po i them të fjalë se 2 kategori njerëz jetojnë këtë dunjë? Në Kur'an vëllezër, secili prej nesh e dim një dua. Secili prej nesh. Që themi o Zot, ana të mira në këtë dunjë dhe në botën tjetër. Zoti i Madhërisëm para këtij ajeti than Kur'an, dhe ka njerëz të cilët thojnë o Zot, ana të mira veç këtë dunjë. Sa i veç këtë dunjë e beson. E tha ky njeri ma s'ka hise në ahiret. S'ka hise për të mira në ahiret. Tha ka njerëz të se dhujnë o Zot, ana të mira në këtë botë, po dhe në botën e përjetshme. Dhe besimtari e din se nuk përfundon gjithçka në këtë jetë.
Por gjithmonë do të Zot mundson të bëjmë mirë në këtë dunjë dhe shpërblenën këtë dunjë me të mira, duke mos ne paku dhe mungu edhe shpërblimin për botën e përjetshme. Sepse ne e dimë dhe besojmë se nuk është vetëm kjo jetë e cila duhet të shijohet, por është një botë tjetër e cila na pret me lejen e Allahut Azza wa Jall, ajo në varë për punëve të kësaj bote. Pra vëllezërit e dashur, në këtë dunjë janë dy kategoritë e njerëzve. Dhe besimtari gjithmonë jeton në këtë dunjë dhe mundohet me bëj vepra të mira, duke ditë se kanë më dashur këto argumente edhe për në botën e përjetshme. Na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith shumë interesant dhe sër. Tha njerin deri te vorri e çojnë 3 çështje. Krejt njerëz. Ato që kanë jetu para neve, ne që jemi sot, edhe ato që vinë, nëse ka bëzot jamër, kujti sot jetë pas neve. Deri te vorri na përcjellën 3 sene. 2 kthehen prap, e 1 vjen me neve. Dëshmi për botën e përjetshme. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam deri te vorri njerën e përcjell familja, shok, dashamir. Ka një grush dhe na i qesin për mi, edhe ktheje në shtëpitë e tyre. Svim me neve. E dyta tha pasuria. Vjen me neve dhe në varë. Në mbulojnë pasuria në bivarë, mbi dhe, se marrë me dhejti. E veç një çështje tha jetë me njeriu, veç veprat e tij. Siç na tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në komentin e një ajeti në Kur'an në surën Isra, që Allahu tha ne kemi lënë një regjistër në qafë njeriu dhe ja regjistrojmë veprat. E pastaj nxjerrim në formë të librit në ahiret dhe i themi lexoj librin tan. Tha Rasulullah kur thini njerin këtë dunja, Allahu thot mi se ke arë këti ta qelëm gjerëdhogarin, shkruj çka dush ti. E ku dhja mëndë me dalë pise bote, kena më ta mbyll librin. Sepse kemi lezu vetë ata që keshu në ahiret. Vesh me vepra tua në ahiret. Që atëherë kom me pa njeriu dhe kom me kuptu njeriu se shka i duhet vepra mirë këtë dunja. Sepse aja ku mbështeti ka mirë mbi dhej, familja, pasuria që e ka darë shumë, se sirbeneshe tonë, në mbetën mbi dhej dhe tash përballëm me realitetin tonë, çka kemi bërë në jetën kësaj bote. Aja që na shpëton është besimi dhe veprat e mira. Vëllezër të ndershëm, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, kullu nasin yaqdu. Kush është gjallë këtë dunjë thot zgjohet në mëngjes. E kur zgjohet në mëngjes thot, ka me shit vetën në 2 çështje. Thot, o ko më konë argatit mirës, ko me shfrytzu mendjen, anën fizike, mentale, për punë të mira, që ja sheh hajrin, o ko me shfrytzu, ka thonë, mendjen, e trupin fizik dhe këtë elemente dunjas, për vepër të këqija. S'ka mundësi me ka një treti. Por çdo ditë që qomin mëngjes, dhe mbyll me ditën, dhe që analizohe, ku e kemi harxhu energji. Potencial intelektual, fizike kështu me radhë. Në veprat të mira, në veprat të këqija. Sepse gjitha ato që kemi bërë, të gjitha janë të regjistruara. Dhe suni shpëtojmë dot syrit e Zotit të madhrishëm. Pra vëllezër të ndershëm, është shumë e rëndësishme me kuptu çka bëjmë në jetën e bote. Është shumë e rëndësishme u bind besimtarin këtë dunjë se s'ka opcion tjetër. Përveç se me bë vepra të mira dhe me lënë gjurmë, sepse këto vepra të mira kanë me kanë shoqëruesit më të mirë me të në botën e përjetshme. Kudo që mbështetmin këtë dunjë, përveç veprave të mira, të gjitha kanë në shkëllim. Është tema e gjatë në Kur'an, siç i përmend Allahu Azza wa Jall, një 7 çështje që i don njerin këtë dunjë, dhe në fund Allahu thotë ky i don shumë të sene, a harron se të gjitha këto kanë me lënë. A di shumë më mbështet në diçka që ty s'ban dobima. Me majtë të mbët në diçka që s'është e jotja. Kështu është më mbështet në këtë dunjë në diçka tjetër përveç se në veprat e mira. Vëllezër të ndershëm, na thot Allahu në Kur'an, bel tu'thiruna al-hayata ad-dunya. Thot çudime njerin, po shumë jep përparësi kësaj jete. A nuk e din sa është, sa jeton? Dhe thot e harron të përjetshme.
Njëni për djetarëve islam kër e komentoj këtë ajet, tha çudi me njëri. Allahu këtë dunja e ka kriju pilloqit, edhe ka bën të përkohshme, edhe njeriu e do shumë. Kurse botën e përjetshme e ka kriju Allahu ndryshe, edhe është e përjetshme, edhe njeriu se imagjinon që ka jetu të përjetshmën më gjatë se sa këta që e përkohshme. I tha njëni për shove pejgamberit, i than o i nderuar, pse njerëzit ta kanë frikë me vdekje? Ai tha shumë thjesht. Tha sepse shtëpinë ku kanë me shku me jetu atje se kanë rregulluar. Por çfarë ta kanë frikë me vdekje tha? Shtëpinë ku kemi jetu për gjithmonë se ka rregulluar. Dhe kush ka qef me shku me një shtëpi që s'është e mirë? E tha shkaja shtëpi, cila shtëpi? Tha ja është bota përjetshme. Aja së ndërtohet me lloç kësaj bote. As me armaturë kësaj bote. Ka ndërtohet me vepra të mira kësaj bote. Ai që ka ndërtu, ai shkon let atje. Ai që ka lënë pa ndërtu normal se s'ka ç'me shku me një shtëpi ku ne s'kemi ndërtu. Pra vëllezër të ndershëm, krejt çka du me thonë këtu. Wallahi jena me fat kur gjohemi në mëngjes. Allahu po na jep një shansë. Kujdes çfarë vepra bën. Kush ja ka mësuar ahiretit, begit me pas senzort e fortë, me detektu të mirën dhe më distancu për të keqës. Sepse nuk kena shpëtim tjetër, përveç se tu bazu në mëshirën e Allahut Azza wa Jall dhe në veprat e mira që i bëjmë në jetën e bote. Lam gjurmë në jetën e bote vetëm përmes veprave të mira. Vëllezër të ndershëm, e pyetën e njerit urt, ka qenë dietar i madh dhe i than, çka të ka çudita më shumë ti për kësaj dunjaje? Edhe ajo menu tha, më shumë ti që jam çudit këtë dunja, tha jam çudit për njerit. Pse tha për njerit? Tha po për ditë e shet që kjo botë është kalimtare dhe ai mendon që kam jetu për gjithmonë. Për ditë ta she argumente, ka të cilët majta dhe djathtas, se kjo botë është kalimtare, edhe ai nuk merr mësim për kësaj jete. Tha s'pas ka më të çuditshëm se njeri. Tha e jep shëndetin me arrit pasurin, kur të arrin pasurin, vrapon me shpenzu pasurin me këthy shëndetin. Tha ndërkohë që se merr as pasurin me veti, e as shëndetin me veti. Tha kjo njeriu, me të vërtetë vëllezër kjo botë mashtron, se cili që jemi gjallë në këtë dunja, vallahi shpesh herë shumë të qartë e kuptojmë se ç'është mashtrohemi në jetën e bote. Por këtë arsye Allahu kur e ka poshu këtë dunja, i ka thonë njerit mi se vjen këtë botë që është lojë, e thjesht, pa përmbajtje. Edhe mi se kjo në këtë jetë, këtë botë që është e thjesht, pa përmbajtje, kalimtare, pa pesh. Dhe në ahiret vëllezër këtë kjo dunja, në ahiret këtë kjo dunja, pikur ka kriju Allah Azza wa Jall, deri në ditën e fundit kur shkatërrohet, e dini kur den peshore të ahiretit sa peshon, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo dunja pikur është kriju, deri në ditën kur shkatërrohet, kur vjen në ahiret, peshon në peshore të ahiretit vetëm sa krahu i mickojës. Kash ka vlerë kjo botë. Me këtë këto gjana që shumë jetës e bote. Pra aja që mbetit Allahu tha në Kur'an, ju mbesin veprat. E nëse do në milan gjurë këtë dunja vëllezër, është shumë rëndësi me pas se çka po bëjmë në jetës e bote, çfarë gjurë po lëm në jetës e bote. Sepse shumë kanë më mvarë fati jo nesër kur dalme para Zotit, e kur rrugtojmë botën e përjetshme, ka më mvarë për veprave tona. Të lumtë ata të cilët e kanë kuptuar këtë jetë, që ka thonë Zoti i Madhreshëm, kanë besu, kanë bërë vepra të mira dhe kur ka momenti me dalë prej kësaj bote, kanë dalë prej kësaj kalimtarës në ata të përjetshmën, prej kësaj të ngushtit në ata të gjanën, prej kësaj me belaja në ata që s'ka bela, dhe kanë fituar të përjetshmën me lejen e Allahut Azza wa Jall, dhe të përfundoj për shakos, walhamdulillah rabbil alamin, al-Fatiha.